Hello. Që dore mos besafsh? Që shje? Desat goksan. Okej, Faleminderit. Aria, ju e dini tashmë që është pjesë e rrugtimit tam, pjesë e misionit një kafëm labin, pizzeria Route 66, zyrat, marketi, edhe për ndryshe një restoran ditor, dhe i cili në fakt me gjellna me specialitetet ndryshme cilat janë pjesë. Aria për ndryshe është në pikën më të mirën të mundshëm. Nëse vjen prej Shqipërisë ose vjen prej Pejës këtë anën tjetër, është lokacioni, destinacioni juaj i parë. Pumpa apo tankështella e parë e juaja është kjo këtu ku është, Aria. Po jym drejt marketit, për shkak se po shkojmë drejt Bogës. Që dorën mos besofsh. Përshëndetje Sjeri, mirë vjeni? Vjen mirë, respekt. Okej, po jym tek marketi, ku në fakt unë po shikoj se çka të marr me veti, edhe pse thuja shumicën e gjërave i kom marrë, po shikojmë ndaj çokoladë, ndaj san ëmbël, më na shku ëmbël gjithë shkafi. E mos më harru, sepse kur jemi tek kjo pjesë e Arias, ka më qenë pjesë javë për javë pjesë e misionit në kafën labin, ku në fakt kemi më pas musafir të ndryshëm të cilët fakt vinë. Edhe ju mundeni me qenë pjesë e Arias, mu furnizu edhe me karburant, por mbi gjitha mu furnizu edhe me produkte cilat fakt ju i dani. Po më duket po më gjojnë se po qelen vetë. Po shkojmë. Qe Flor, faleminderit shumë. Qe Flor, faleminderit. Flori me mu në kero, po që kjo është qaj problemi montazhës. Pra, mos harani. Edhe ju që vini, sidomos prej Shqipërisë, ose prej Pejës, ose edhe për rrugovës, pse jo, mundin më ndalë dhe më thonë tek Aria. E unë po nisna drejt Bogës, bashkë me ekipin e Radio Televizionit Misionit. Çdo javë do t'jem prej atje. Për momentin jemi tek Villa Luna Resort, e cila është në Bogë. Atje janë musafirët e parë, kush janë i zbulojmë pas pak. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Disneyt, e emisionit Një Kafe me Labin, është kënaqësi dhe sonte që jemi bashkë në Bogë tek Luna Resort për realizojmë emisionin Një Kafe me Labin. Aq më tepër është një kënaqësi e veçantë dhe një nder që sonte unë për herën e parë i kam gjithë bashku kështu. Për shkak që kam qenë vazhdimisht në intervista të shumta bashkë me afrimin, por me yjet nuk kam pas rastin që ndoshta të flas, gjithmonë kanë qenë mbrapa afrimit. Është kënaqësi e madhe që sonte unë ju kam tani Kafe me Labin. Faleminderit shumë kënaqësi edhe ju unë. Afrim, unë thash gjithmonë jam mësuar me qenë me ty në emision, por me yjet pak ndoshta aty këtu ndonjëherë që i kom gasmu ndoshta kështu, po sonte
Jo, sonte kemi qenë bashkë, sonte kemi me rëfy bashkë, sonte kemi me nda të mirën e të keqen së bashku. Po edhe të ftoftin të kena me nda. Mirë në bogë, perfekt. Qëllë, da masi me mu ke bo shumë intervista dhe kena folë, unë son të lem kështu si zavend që jyti, edhe që jenë, nërëm ta, bo, qka dush, ta edhe knojnë, edhe din me kalëzu në gjarje ndryshme, kështu që... Po ba e gare, po du pak me... Unë e di që ne kena më mundu për me nda dhe me tonë sonë të gjithë shkapin së bashku edhe më bashkë me shikuesit. Po, a keni përjetu ndë njëre qëta? Se cilit për juve pjo pës? Qëta dhe me tonë bashkë... Bashkë qështu jo. Qështu jo? Hera parë, diqka, bide kur më the që kena me bo jashtë të sen, betëm të asit, se t'i gjytë pak ftoft edhe interesant. Po, na besojnë publika që jemi minus. Jemi në minus. Apo ma interesant, ma koka... Ofër zjarët, po kamera s'kena pasë. Emision edhe për neve ma ndryshë se emisionet tjera. Edhe është natësi, faleminderit ty për ftesën, edhe për këto ideja që gjithmonë i ke sjell. Ko pas kohë 22 vjeta, sa i po të kari? 25. Me bërëshet, në kjo pak. Jo. Sa e një maraklit skimit, sa e një maraklit borës, a ma shumë verën a dimnin, se tash na po thom verën se shojmë kordetin, se na e na mësu do me thonë të përnu, po... Valdetin për skia. Për skim, që ku keme... Për skia, na detit tjertë. Valdet? Ke interesantë, më thiri afrimi, bona një foto, dhe e ka postu një foto në story, so konë skim, e ma erët si ka rase. Më ta të zdinë ma jetë që pjojim skia. Ti në skia, po të me jetë zdinë mire i kijim skia. S'ka besu, edhe se s'kemi folë. Kështu që i skimi tje. Piq t'i viti për mdo këtë dull. Se kemi ditë këtë talent për Valdetin. Që kena zvolu, sota, kur keni folë telefon? Për shamu dhëna, lindi kena problem me kom, dytë. Sa ka ta... Unë jam me hekra, valoni me gu ka problem. Katastrofi, me edhe nuk gëzojmë as me provu. As futbol, as kur gjohesh. Na vesh rrim dykon me na qështë. Do me thonë, edhe urimit e bashkë kanë gjitë, edhe unë e juve të vesë. Edhe unë me unazat korizit, që me provu kur. Po me u bo si një blok o vlog, se në përënderik, që unë edhe skem, edhe futbol, edhe deti, edhe natë edhe krejt. Borë arseni ma mirë në botë, definitivisht. Për neve ka pasë nevoj bora madhe për shumë arsye, edhe pse ka mungu shumë. Po përfundimisht këto gripat që në konë, sidomos këtë kone e fundit ka qenë të mërshëm, edhe me dojë që bola është ajo që i gjunë ato bërlogjët, i gjunë kredi, i qënë dikun në merë dhe si shumë. Po du me janis mundze pak edhe mundze vokalisht. Mundze Mundze edhe vokalisht. Unë jena të zetë. Mundze vokalisht. Qka? Maestro Agoni, ako ma bukur se me këndu në këta betë, do më thonë me provu pak edhe në borë, pas jemi në bjeshkët e Rogovës, Alpet e Shqiptarisë, ka ba bukur se me këndu Kosovës për shamu. Hajde, maestro. Larë këtheje moj nane, djeli nuk më ngro, kur shohem nga gjumi, dhe ty nuk të shoh. Dalin para syve, në natë Kosovane, tu i pritur tër ditën, me kryen dritare, o he. Moj Kosovana, në zemër të kam, ty është ardhmëria, ndrave të mia, o he. Moj Kosovana, në zemër të kam, ty është ardhmëria, ëndrave të mia. Bravo. Faleminderit. Po du me nda, ka një përjetim që ndështë kur mjetën e juj deri më sot në televizion nuk i keni nda. Mica që mendojnë që ne nuk lëndohem, ne nuk vrahem, ne nuk dim me kajt, ne nuk dim me përjetu dhimbjen që shë përjetojnë. Kështu që mendojnë që ne jemi, që dalim televizion, jemi, kështu që jemi gjithmonë të pësqeshëm. Po i kemi edhe hallat, i kemi edhe detet, që cili prej neve. Se di, do shta shaniso në paksionale, diçka personale. Isha ka pak kur kom fillu me, do me thonë, me ushtru mas parin, moshën me 13 vjeçare, 14 mas pari me Tupana.
Që ajo kohë, domethënë, kohë shumë e dim keq që pa të ndargu prej punave, as kemi pas mundësi me ble instrumente, edhe me ushtrime, edhe me nënsëptu ndru, me angazhim, domethënë, më rinë diçka që është e pamundshme. Edhe unë asnjëherë që më nalë, vetë i kom marru tupanat, vetë domethënë kom ushtru ka 6 orë në ditë, po nëse po më ndru më kapte ma e mira. Bile shpesh e përmenim edhe kohën kur në vitet, po di, sa ka mujtë më konë breta, shpesh i thamë afrimit, veshim me të mahallës, jemi konë aty me artanin e me shokë që bëjqim muzik, veshim të shkojqim të gjomi me pa afrimin. Po dhe më thonë, për lidhe me që ata që andra ishtë gjithë shka. Sa ma shumë më ndru me, adin... Edhe për ky vullnet jam rrinë, normal. Vullneti është për mi krejt. Po du me thonë, qatë periudhë shumë të vështirë dhe unë e shoh për shembull tash të vajzat e mia. I kanë instrumentet, po nuk ushtrojnë. Apo kupton, ka është një, nuk do me thonë ajo a ki kushte, apo këtë është e vullneti. Vullneti, veç a ki vullneti, vullnet, dëshira e madhe, dëshirë për me... edhe më ndru, do me thonë është ceni ma i mirë që mundet me ndohë bikujt. Më ndru të ardhmën tonë të mirë. Një mesazh shumë i mirë, do me thonë për ata me pas vullnet edhe me dash punën edhe me mbri aty ku mbri. Val, kujtohet kër e ke ble instrumentin e parë, herën e parë? E instrumentin, do me thonë që e periuda që shtregova, si me thonë ja 4-5 vjetë, 3-4 vjetë ka ra vish mu vetë me, se më konë kushtet shumë këshia. Po. E kujtoj do me thonë nana më pat një mu me ble, e se e pa që mos gjithëqysh, unë insistojsha për instrument. Instrumentin e parë do me thonë nana më ka një mu me ble dhe kur nuk e harroj atë ndjenjë. Hala për meni do me thonë me të në shpe. Kur e bona do me thonë të panat bubnit e para, u konë diçka për mu ondra ma e mirë në fillim. Prap do me thonë kom vazhdu me ushtru panale, sene, mas pari me mahallës, me grup, deri sa në luft, do me thonë ara me shku në Velesht, me bo muzik. Mas një vjetë që u taku me afrimin atje, edhe qysh i erdhë puna, që shtu u bom bashk. Deri me sot jeni bashkë. Po nuk është që se kom andru, prapo këthenan, nuk është që se kom andru qatë. E ki mendu, do me thonë, e ki mendu edhe... E po mendu edhe qatë të vjen. Kur do të me thonë vjen puna, do me thonë edhe... Për qata po thëmë edhe si të regim inspirus, edhe për tri. Do me thonë, shumë është mirë edhe me një që ata që kur të fillon diçka me dash qatë shumë sa që me pa vetën dikun mirë. Se del shumë, do me thonë është e garantume që ka me ndodhë që a i sen. E përmende e the që nana, në fakt, të kanë ndimu tek bubnjet apo baterit e para për mi ble. Po, a e mban mend me paret e para që i ke marrë, çka ki ble nanës? Tash, do me thonë, une qatë kohë fillova me bo muzika pak në për do vene, po në ra shumë shpejt me ikë në... Unë shkova ma herë, dikun para luftës, shkova në Velesht. Po. Edhe atje, se fitu më pare, ase, në shpe patën mirë bukur keq, edhe me që ato pare, dhe me thonë që ja kumë shune, kanë arrit mami me babin me dalë në Malzi, me ikë. Se kanë dalë bukur në fund. Po. Edhe nana e përmenë shpesh se këdhem që ata... Sa e bukur. E bukur. Bravo. Bravo. Nuk ka që ma të bukur se... Kur në fakt është momenti ma i vështirë dhe të i gjindesh dhe je pranë tëne. Po të ndimon edhe Zotit që tojnë badi ava. Pastaj është kjo labe edhe një porosion për bashkëngjimin që se porosit valoni, sepse se cili penesh kemi galu 4 rullat ndryshme gjatë sistemit asaj kohë, pastaj mirë po në momentin kur kjo është më tepër edhe porosin, në momentin kur e dën një profesion, pavarësisht që do koftin, këtë rast profesionin tonë, do të me qenë insistus, edhe nuk du të më udërzu, sepse suksesi është absolutisht i garantum. Ato e kom provu në kurën time, shkova në Podojev, si 16 vjeqar, shëshin këtë artistike jo si prela, sëm pranon, ka dalë janë vjetë vujta që ashtu vetë me veti, shkova në Prishtinë, më registru në fakultet juridike dhe pas një shpallje, shëshinja këtë artistike Rilindja, këngëtar, instrumentist edhe shkova. Unë pranon më njerë. Ka qenë gëzimi jashtëzakonshëm shumë, edhe gëzimi maj malë ka qenë që në atë kone, s'ke shumë kere, s'ke shumë transport. Thatë ideali Podojevës, i djeri Bedrim Oqolli, ndjes pasta, ko ke këngëtar shumë i mirë, tha dhe kemë bo shumë i mirë, tha po shëshria në komën si me t'ja pare,
po ta bëjmë një bilet mujore të autobusit. Autobusit. Po. Besojmë që Lehtësimi shumë i kom madh. flajt me mujore të autobusit në Riastak. Se do isha po më hub mujore. Domethënë ka qenë gëzim i papërshum. Dhe normalisht që po mos i shkon ai moment, sigurisht se ndoshta unë nuk isha këtu ku jam, mirë po kom pas absolutisht besim vetveten edhe nuk më ka pengu që të thoj me mujore të autobusit, me shkune për koncerte ndryshme tjera dhe ja që ku jemi sot. Kështu që 33 që e boni këtë punë, nuk mundet bëjë ndala askush për pos Zotit. Për Zotit, po. A prim kërë e përmende dhe me thonë e ta nuk më pranun për dujeve. Aja mori i natin për dujeve, se sot i këndon për dujeve. Sot je mburësh dhe me thonë dhe e përmend me shumë knaci dhe me thonë për dujeve. Po natë ko, aja mori i natin ajo pëse së pranun. Jo, unë ndjeva shumë, u lëndova shumë për individë. Po. Dhe me thonë, jo për i podejeve, absolutisht, jo për i emnit madhë, jo që kërejdes, që kështë shëshien atë kohë, mirë po, me ka njerë thash pasikohë, kështu loj lëndimit vogël, thash, shqyqër Zotit që ka konë hajrë. Po. Sepse erdha këto dhe pastaj... Kur çdo rastisht nuk ndodh. U bon, ato zhvillime çfarë u bon edhe... Ndo njëherë unë nislat e vetja, Po pra. që ju konë duka gjën, po na qëtën edhe pati për marrën sërish edhe... Gjithsesi. Kur çdo rastisht Mirë, po duhet me qenë, definitivisht duhet me qenë shumë insistus. Që e don këtë punë. Që se nuk e don, atëherë kjo punë nuk bëhet me sezona. Jo. Absolutisht jo. Okej. Aguni? Agon? Falë, thash pak ma herët. Unë jem konë shumë intervista me lomë, shumë dhe pe asistoj latin. Ordoni zotri Ramadani? Pak për sa më për më ndërlidhe dhe me afrimin dhe valonit që i kujtun vitet e hershme, një men ka qenë kohë pak ma e shtirë, me kushte, me situatë politike, me gjitha këto gjana, po me të vërtet që kur e ki vullnetin, për shambull ta marrë një shambull thjesht dallimin e kohës me atëherë nese muzicientë dhe tash. Atëherë nuk kemi pas as YouTube, një kongë për me dasht me dëgju, dasht me shku me hoazu një kaset dykun largë, a e ke gjeta, nuk e gjeta, dasht me gjeta do nota. Nëse këto të regojnë që tash sot rinia pak nasha kanë vëllitit ma të kushtet shumë atë mira. Por në situatës për diqka i kësha tërgunja pak ma që sharake nashta, ma kujtun prind para disa dite, po këpejnon edhe ma herët se këta 2 mosh, në shkollën fillore klasin e parë. Në mujnë e parë të mësimit, atër shkollën e kemi pas ndoshta një 2 kilometra, transport citar që kanë të organizuar, s'ka pas atër, edhe unë e vonohëm prej shkollës, si me thënja 4-5 orë. Edhe kretë shpia marak, nana kështë fillu me qajt, kështë në thirë policin, kështë në thirë mësusin, kështë në thirë spitalet, kërkun, s'po dihet. Unë kështë hamet të lujt deri e vonë futbol. Edhe s'kemi pas normalisht ku, atëherë telefona për mu lajmëruar, edhe kër po shkoj të shpia, ata ishën bo nervoz, nona të qajt, baba, veç prit ke, ku ke, tha, pitja e parë, veç do ishim ku isha, në zdisha qa me thonë, thash, ka dole, thash, mësë bënë nervoz. Mësusi ka mosh, konsiderush, me thash edhe ka hup dëgjimi se ka një zilën, i në met në klasë dhe e tash. A i tha, po mësusi dhe kom thirë të parin. Po, ata që shënë edhe pështova, anë. Këto e kjo situatë. Nej, plakaresh. Dishta edhe me treguni një ngjarje. I skijave. Hajde, Unë skijat i kryva para dhe ti. Nesë du me dollë prapë. E kisha një instrument si i rije, edhe për me pa dikon, s'disha mira në fillim, një sind, për me pa dikon ka i bjen, edhe ja që isha ndasën. Aty në ish pak ma e mirë, ma e vansu, ma kish pru vlau për i Zvistrës, edhe ja që isha instrumentin, por s'kisha më këthy për shpije. Risha dhej më nëgjesë rrugve, a besën, ata i shkëshin për shpijat vetëm, kam dollë zisa herë, shte më kujtu si nxarja. E fështirë është edhe kjo pjesë, dhe me tonë kur nuk e ke mundësi, nuk e ke transportin, nuk e ke gjithë papin, shkon ju qënë sintin, për me hoazu edhe në fundit, dhe me tonë vetë, dhe me tonë me redaksena. Po shëqër Zotit, vullneti edhe puna edhe kej gjithë shkapi, sot se cili për juve i keni se cili kushtet shumë të mira ekonomikisht, por mbi gjitha, jo vetëm për vetën e juj, po e mbani edhe familjen e juj. Kjo është e bukur edhe është shumë e rëndësishme. Po. Hajde, djali Gjedës. Shumë i relidhja. Bravo. Edhe afrimi e tha parës mund të thënë gjel, në thirën e më të babës. Pa. Unë e babën e kom pas profesor violinës edhe më konë vesh një djali. Edhe si fëmi, baba ka dosh me më drejtur në violinë. 13 vjetë këmë kry violin, po u thonë atë kohë që pi violinë nuk mundet më muajt familja. Ishte shumë e vështirë, me një rokë të arsimtarit. Edhe si fëmi, jo po du bicikl ani po blere edhe një klarinet. E ka në vatë që
E ka dita që një lidh s'ki lidhe. As klarnet s'kom lidhe, po s'di që shkiti më marë. Edhe do me thonë erë puna, pi klarinetit me mojtë familje e me jetu një jetë shumë të mirë, t'ju falenderu dhe shoqënisë e rrethit. Krete kena pas fillimin e vështirë, që është Valonit. Jënë konë kushtet e tilla atëherë kur kena nisë me bo muzike e masi, po që qërë zotit, ta shemi... Po, ama interesant se o konë këthes, veç që ajo e gjelës, dhe më thonë që e ka menu me klarinetin, për ty o konë, për ty të njetën o konë një këthes interesant, jetësore. E mban mend klarinetin e parë kur e ke bler? Po, e kom blepi një shokit babës, është profesor Shemsedin Konaj, e njohim krejt, ka bo muzikë me babën, shumë burë i mirë, shumë profesor i mirë. Fati u konë i tillë. Jam pishmon që nuk e kam kry violinën, që se kam përfundu, do me thonë e kam lonë vit prej studime, po... Halo e vunë. Halo e vunë violinën. E halo e vunë këtë Ka dit, o burre, ka dit. Mos talojmë në fund agonin, atje që ta afrojmë ma këtona, për që tash veç edhe diçka, çka? Se kena po për shembull këtun, hera parë për bëjmë të labi. Jetë tërë më shkoj, e unë këndoj për tjerë. A tu ndo një herë do të këndoj për shpirtin tim të vjerë. Natë po, ku mi pushtoj botën, e unë në këmë s'pushojnë as shokët e mi. Deri kur do të këndoj më sonte, sa e rënd është kjo melodi. Një jetë tërë më shkoj, e unë këndoj për tjerë. A thunë do një herë do të këndoj për shpirtin tim të mjerë. Ama, Jeta ime gjembe fera, po të pres qik qet rivera po të pres, Greqa kam për ty ishes, do t'a shes unë dhe orën, hajde qiko jep ma dorën, do t'a shes unë edhe shpin, natën e mirë se u mërdhim. Ej, shumë e bort që kjo ke ma e borta. Natën e mirë që u mërdhim, prej këtë pjesës parë, për shkak se kalojmë në rëndësi të Luna Resort të Kvilla mrenda, kështu që unë po i falenderoj për këtë pjesë këtu, po i falenderoj edhe ata cilët fakt janë pjesë e pandashme imja, reklamojnë biznesin dhe produktet e tëre tek emisioni Një Kafe me Labin. Unë jam me fat sepse aromën e Pavini Kafe se kom në studio në emisioni Një Kafe me Labin, e kam edhe këtu. Jam me fat sepse udhtoj me Prishtina tiketin kudo në për botë, biletat më të mira, më të lirat, por edhe unë tash vi edhe udhtoj kudo në për cefat Kosovës, dalje edhe më ato në Kosovës, sepse karburantin e kam prej Aria Petrollit. Jo vetëm karburantit, po gjithçka brenda saj është mrekullueshme. Shkojni vizitojni. Faleminderit gjithë atyre që cilët fakt janë pjesë e imja. Marketing, pas marketingut edhe diçka tjetër e bukur vjen mbrendit villës bashkë me afrimin edhe me ju që kam një kënaqësi të veçantë sonte që ndaj bashkë me ta. E bashkë me juve dhe sa. Marketing. Ishim bashkë me marketing, me njëre pas marketingut u këthym këtë pjesën tjetër më rëndësi bashkë me afrimin e bashkë me yjet, edhe uroj që një natë e veçantë jetë, jo vetëm për neve këtu, por edhe për ju shikues të emisionin Një Kafe me Labin. Paraprakisht kur hynë mrenda për mrenda kësaj ville, tek Luna Resort, unë mundova e bona një short ku fakt se cili për tyre i kanë fletat, ku ju ka ra emni i njëni tjetrit. Afrimi nuk hynë garë, por janë katërshja e yjeve. Ku, në fakt, unë një sfarë sfide ju kom japë, po du se ju mi pytë unë, po du se cili me përshkru njëni tjetrin, për karakterin, për gjithë shkapin, me nga spjegu pak më detyrejisht. Për shembull, Valonit i ka ra Valdeti. Valdeti... Ardindi. Zbraste. Zbraste pate. Zjedh Ardindin. Arditin. Zbrast e ka pas se dhaj Valonin, kështu që kush pianisi pari? Pianisi une. Hajde, okej? Ka pyetja më mirë e mund që na jap. Ka ra me fol për Valonin. Për Valonin, okej. Valoni, përveç që është pi muzikantëve më të mirë që kom pas mundësi me punu me to, është edhe djali më korrekt i mundshëm, edhe s'ka, nuk ka me to, është i drejt për drejt, i sinqert, është bomb e tempume. Po, nuk e duron pa drejtsin.
Valoni është i perfekcionum. Është koordinuesi i grupit, edhe kur e shet që na herë bona unë e nervoza që bëhet Valdeti, Agoni, veç kthehet edhe ma bën me sy dhe me ke kështu si në hajgare qetësohu. Valoni është që i koordinon krejt punë të mrena grupit. Është ideal. S'po di qa me folë ma tepër për Valonin. Që unë po foli për Valdetin. Dhe më thonë, me që ka që për Valonin, e spjegove Valonin. Mirë është A s'ka Valonin as një të keqe? S'ka. Hiq, kur gjo? Hiq. Nuk ka të kësia. Jo, nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Vete njëri qaftë me pija. Jo, nuk ka. Valoni nuk ka të kësia. Valoni është shumë perfekt. Okej, Valon? Mu po mirë me folë për Valdetin. Vali është një pentarve, dhe më thonë, para fundit që ka ardhë në grup. Për ta, dhe më thonë, është që ka muj me thonë me përfshi, si është shumë besnik. Valdeti, punëtori, disciplinum, po që ka nuk e di njerëzit, dhe më thonë, nështë në shumicë, që është shumë fani. Valdeti, dhe më thonë, qëtin me kesh, na sot bojmë muzikë, me Valdetin desim të kesh. Si do mos të në agoni se jemi tresh jam ra pak, hynë e dyve ju bjen ma për para, na nën stop do më thonë me Valdetin në nguc, edhe na jep një farë energjie, do më thonë, të e për të mirë. Mandej në bo neve nervoz, se këta ty kesh në bohëm nervoz. Ta për para, afrimin nuk ka që e fort me folë më rapa. Ma vonë ku me tregu, diçka që a i bëj nervoz. Okej. Po, si të nësi, do më thonë, mu më pëlqenj njerëz të besnik që janë edhe nuk folin shumë për tjerë. Valdeti ka t'i pare, dhe më thonë, për ekip, ideal është Valdeti. Të këqia s'ka kur gjo Valdeti? Të këqia s'po di, ndoshta këqia kemi krejt, pavarësisht që edhe Alin nuk tha për mu, të këqia kemi krejt, po tash këtu veç edhe na vjen kesh në shtapin e një tjetrit mi përmen. Të këqia nuk po di çka me thonë, ma shumë po anej ka të mirat. Për mu do më thonë është super. E ka të keqe që të punë e skimit, pak po hajtë. Ata ka një s'kas mo që një ja. Ne mujtë me anal mirë. Valet? Qa me thonë, për Arlindin kom shumë, po më nëna pak diçka ma shkurt. Arlindi përveç se është një muzikant shumë i mirë, edhe unë kur e marrë në grupë ka prit perfekt, jo veç Arlindi për të gjithë, edhe mi ka tregu sen e qysh tek shka. Por edhe ka një gjape, thëmë, jo keqe. Tash diçka kur ti hupën të avelina, po telefoni, a vedër? Në panik. E ka pa ku Valdet, ku me të ku, tash peshtramojnë edhe. Tash ka njësë edhe kësë. Edhe po keshim krejt. Po qenë vonë. Ka shumë të mira. Me folë për të është privilegj në është shok i mirë, është gjithat mirat i ka. Të keqen nuk ka kur gjo? Të keqen e ka që ata, kur të cikletave të mëse ngutë. Në të veç Veç ajo është e keqe. Tjetër s'ka kur gjo. Okej. Sa shpejt për ta orë Jo. për ta lonë timingun. Jo, shumë interesant. Pas të këqia ka pas ka qëllu. Ja, mirë dhe mirë behonet me... A bon me folë? Po, bon me folë. Mirë behonet me... Jo, a bon me folë. Për qëto jemi grupi vetëm, që unë jam që 18 vjetë më afrimi, këta jenë kanë orë pak më vonë, neve në shkon nota të kesh, nuk ndodhë të na me pas mos marveshë ose konflikt në tavolinë. A e kom mirë? Energjia, do më thonë, si në ekip. Se shpesh e përmenim Në lapë. herë kur jemi unë dhe afrimi për para në salë, nuk nim se jemi largë. Edhe këthena ka valoni, unë e nërvëz e shfavon kesh ose kamerat. Adin, edhe më qetëson. Po, a o qashtu? Kesh shfavon keshu, do më thonë, është i vetëmi grupë që i funksionon 100% shnosh. Po, se po hitu ase. Interesantë me gjetë një tjetrit ku s'ka qef me prek. Se cili kem... Po. Ti i pengon një sente une që blej kerët për dorën, që to s'muj me prek. Për qëto se këna ngu, për qëto A përre që? se këna ngu. Do me thonë, se cili kemi diçka, po me mujtë me gjithë se cili do me thonë qka i shkon nerva, mës me prek që aty, kalën mas mirë, apo kuptan. Se cili kemi ka një moment. Edhe afrimi për shemë ka momente, e dim, edhe grupi, edhe afrimi nuk në ngucë,
E kemi gjetë një farë, Gjetë formula suksesit. me gjetë formulën. Na jemi grup që çdo natë mas dasmës kemi nevojë hala menet me njëri tjetrin. Do më thonë edhe një 2 orë rrim ty keshet i buajgare mas çdo dasme. Asnjëherë nuk shkojmë drejt, Nuk ka po shans më me shpërnda. shpi. Jo, po e vërtet. pi dhe ka një. Duhet, zësëse. Okej, Ka me folën. për Valonin. Po e paka shumë e thanë. Jo, te Valoni, ta shumë po fokusona te Valoni se më ka qëllu me shërë. Po. Me Valoni na bjen më thu shpesh, bashk. Shpesh jo po gjatë gjithë kohës, se kemi shtëpiat më afër. Transportin zakonisht e bojmë bashkë. Naftën e kursejmë, po Po, mundet. i tha, Valdeti i tha, kush foli për Valon? Te, po, falni se i tha lindi këtë paret pozitive, është e vërtet, është i përpjekt, i sakt, profesional, gjithat mirat, po përveç Valonit, këtë grupi është shumë e rëndësishme që pjesa profesionale është pjesë profesionale. Pa. Po është pjesa e karakterit, moralit, edukatës, se qysh ka lënë kohët e në tavolinë, qysh ka lënë kohën jashtë muzikës, jashtë profesionit, se na po kalojmë ka herë kohë ma shumë se me familje tona. Gjatë sezonit verës ma shumë rri me këta, se me familje, mundet me ndodhë. Kështu që e vërtet që qysh ta dhe Arlini kur nuk kena pas mos pajtime ka në profesion. Unë spajtona me një qartë të aj, me një qartë të kë, po në atë nivelin që mos me pas harmoni, mos me pas pozitivitet, ajo nuk ka ndodhë dhe sot. Edhe kjo është më e mira e grupit tonë. Okej. A e ka një të keqë që për shembull thënë 5:30, a i vjen në 5 ora. Edhe thot po vonohesh, s'po vonon, apo ai po vjen shumë A herë. i del 7. Po është problemi. A ti duhet me thonë 5:30 për më konë 7 gati. Edhe është shumë i qetë, edhe kur del, edhe që u vanu është shumë, Po. kështu, i relaksum. Po, Unë Alindi për shembull jena të goxha stresuar. pa. Na kap me një herë, domethënë, Këtë pjesën e nervave ka dhe Valoni që kesh, edhe këtë portë ka kallzu ka herë. domethënë për me Ka herë kur ime të thon kërë i bjen diçka, ju shoh hindur karrika çet kryt hin. si Mr. Bean. Stresova. Këta do janë pak për nerva ma. Po, na domethënë edhe se di. Pak e kemi edhe pe afrimit. Po është E kemi pe afrimit pak. kryesori që lidh qëto afrimi. Afrimi domethënë me gjithë jetën u kon Pozitiv. pozitiv, po ka pas qef disiplinë. Po. I përpikt. Tepër i përpik domethënë me na gjithmonë shkoj ma herët. Edhe kemi marrë edhe pe afrimit. Ka thirr për shembull 100 herë ku jeni. Ati nuk po vezvese shumë edhe neve, unë shumë gat 25 vjet me ta. Edhe ometa jo. Sidomos gjenerata jonë jena pak ma këta dytë, okej. Valdeti është, Agoni pak ma chill. Po, çka është e mirë, kanë nga qetëson edhe neve. Kur e shohim, apo kupton? Atë nuk dalim pe. Këta nuk din mu bo nervoz asnjoni. Jo. Jo. E për Agonin e thatë, domethënë që është pak më Është edhe më- atje në alë, domethënë e thatë pjesa kur e bën edhe te pjesa muzikës, e thatë që është pak më Edhe- relaksues Edhe duhet më konë grup. Edhe na i ditë, Po. sa ma shumë e kalu me këta, kohë me ta, Na kena qef mu konë si Agoni. Na kena qef mu konë si Agoni. po ma bujnë lapë se është shumica. S'kam drejtë se s'kam lujt, po për shkakun te Agoni, me bo me pyet ata ku shit ku ka ky banesë. Po. Më ka rënë 2 herë me shku me marrë dhe tash pedina tash që na po punojmë bashkë dhe më njëra tha, vallai ta badeova pret se shoh ai. Shoda, edhe deshin edhe Ma holla din që nuk shohet me ku. edhe afrimin njërin për rase mu një guri, se kështë ka dhe me thonë dritarin, a cila dritarin, a vetë me guri. A kam pse kjo? Lab, Jo, jo lapë, që unë kam Agoni se- po foli për Agoni. Jo, pritash, se po mos kemi. Agoni kur nuk u vanu. Kur s'ka ndodh mu vanu. Po na e kemi shpirtin për. për... A, po. Ai kur E nuk thash vanu. më herët lab, Po, na qashtu? loj 5:30 afrimi vjen 5. Pa e vërtet. Mu më thirr 12 ditë sa e nis. Po ai është herë, do të më kuptoj. Po, Mu më thirr 12 a e nis. Edhe një sen lap duna me përmen që mundet mi shërby edhe dikuj tjetër në grupe sen. Për shembull te na, nuk do me thonë kush është lideri, kush është normal. Unë e kom një përgjithësi ma shumë si jam antar ma i vjetër. Po. Edhe do sene i koordinoj ma shumë, që ta Alindi, që e përmeni ma herët. Po, e kemi edhe një sen tjetër. Qaj që e bën një sen ma mirë, e lojmë ata me... Edhe që të do me thonë është seni që shumë njerëzit nuk e bojnë. Jo ego ty për shembull une, Jo me thonë viçone. ja, Po. do me thonë që ajo është seni ma i rrezikshëm, që edhe mundet me prish grupe, edhe mundet me, do me thonë, me shku në dam të grupit. Si lider, veç dush me menu të mirën e grupit, jo të mirën personale. Me lonë edhe dikon që din diçka, ajo shkon pavor të grupit. Apo kupton? Ka shumë sene, për shembull, dhe djemt që i bojnë shumë ma mirë se tjetri. E lojmë ata.
lese, për shembull Alini komunikim është super, Po. kur jemi me njerëz. Është më i afërt, më Dalsh mos dal ketë dasmodi për shëndet. nuk priton, apo kupton? Del me njerëz fol edhe na jemi tërheq, në çat pjesë lojmë Alindin. Është më asi. Ky e përfaqëson këtë grupin, nuk e të Po, përfaqësu veç jo vetën. veç vetën, po. Alindi yjeve, apo kupton? Po. Për Domethënë, shembull edhe kur kemi raste që bëhet fjalë për skia, është njëri kompetent, na spërzijëm. Është njëri kompetent, kur vjen puna të skijat, kompetenca, Volim dalbe se po lidhe, na nuk përzijmë aty. Ka i të skia, i sa jemi më të rëndësishmën. I vetmi që ka shumë me tablat Serbisë, Kopanik me fshit është ky. Kjo është në fakt. e që kjo çaja domethënë janë do marifete, që thojmë, duhet mi jo ego me të Jo, përfshi edhe ti mu kon ai që duhet milion senet me rjedh, pa i nate, me kërku punën për shembull afrimi, e ka pas qitsen gjithë, o bo që ka o bo, kur jemi hyrë mbin, s'ka me. Sa. Edhe na- është edhe një sen që dim me thonë falë, se cili për neve kur e shohim Po, vetën bravo. Bravo, sa di më i mirë, Po. sa di më i mirë kur e dim pranon me kërku gabimin, falje, kur thotë më fal. Për çato s'kemi probleme. Funksionon. Po, jo. Po, Momentin se cili me teket vetat, se cili me tekmenet që shtojnë populli është nuk ka rezultat. Definitivisht. Afrim, a e përshkruan mirë njëri për tjetrin? Relativisht mirë, kanë mujta anaj se me kallzu për njëri tjetrin, po ja që s'kallzu. Jo lap, të pyetoj afrimin, a e lëvdon mirë boll? Po, Ajo është i ka dalshëm, po i ka kështu të tjetë e forta. Ai kur po gjun ta. Ai gjun shumë. hajde afrim, nështë e shkon mirë me na përshkru krejt edhe na i anë që e Po, kemi të kesh. po, në qëta, këta e mendova njëre, para se me shku Me të të ajo pytjet, të pytjet që i ki për se cilin, po kështu që, Neve njerëz na njohin edhe dikush mundu me thonë që ka ja bujnë rrafsh njëri tjetrin, po jo ta që na shohin e dinë që unë jam i drejt për drejt. Definitivisht jemi një familje, ma tepër se do të kupton kur sysh do ma tepër se grup muzik. Se në fund për një grup muzikur dal nesër i mbledhi 5, po, ku dush edhe krym punën. Po jemi familiarizu edhe me profesion, po edhe me familje. Dhe më thonë kemi të bojmë me këta djemë, të cilët mas pore kanë karakterin edhe moralin e jashtë zakonshëm, që është elementi kryesor i çdo grupi, i çdo ekipe, çdo kompanije, çdo institucioni. Në momenti kur njëri prej neve, runa Zot, nuk ka moralin e pastër, nuk është i dinjitetshëm, sepse na jemi të vetëdijshëm që sa vite që njerëz na kanë besu po. aktin më të shajt familjar tyre dhe aty janë të gjithë me respektin më të madh. Gra e motra, shika, nona, tjera, domethënë deri sot që po flasim nuk ka ndodhur as edhe një gjys fjale me dikon që për shembull në njëri ka bënë një gest të pamoralshëm. Kjo është elementi kryesor duke mos harruar atë profesionale që janë muzician fantastik, edhe janë punëtor normalisht që jemi për shtat. A duhet me lëshu për njënë për tjetër? Definitivisht po. A ka mos marrëveshje të momentit ka profesionale? Sepse unë jam nashta që i pri i pari sepse lypi nashta ma tepër se që është mundësia. Apo këta lypin për me e ma tepër se që është mundësia, kështu që ato duhet kuptohen, po duke mos dosh definitivisht me përdor asë një pikë demagogjie dhe vetë faktin që jemi me vite, dhe më thonë, ta ku marë fëmi faktikisht, e po plaket me mu, ky gjithashtu, ai gjithashtu, agoni gjithashtu, vetë kjo flet që, dhe më thonë, është një grup i cili funksionon edhe një grup i cili i ka të prenotuara punë për 2 vite të ardhshme të sigurta. Dhe më gjithmonë 2 vjet përpara i kemi punë të kryme. E unë mendoj që çaj besim që neve na dhon ata njerëz, mendoj që ajo është pasuria dhe paraja më e madhe që mundet me pas. Gjithë këta që përtush, mirë që e qele për publikun, për shkak se unë kam pas fatin edhe kam fat që jam bashkë me juve. Unë e di dhe më thonë, jam pjesë e darsmave dhe më thonë edhe jam pjesë e pandarshme juve në ka ra shumë shpesh me që jem bashkë, e di koordinimin edhe e di, po të thëmë kështu që me plët zemër, po të thëmë, çfarë ndjeni dhe çfarë kënaqësi është edhe për mu, kur jam bashkë me juve, për shkak që mënyra edhe komunikimi, edhe qasja, edhe puna, përgatitja, në gjithë shkapin nuk ka gjë më të lehtë se sa me qenë pjesë. Unë po mendoj që kemi arrit me kuptuar sen, edhe nuk po them, pa prapë po them me asnjë gjys milimetër demagogjisë. Do të thonë pe me deti i fundit bom nervoz pse s'ka atmosferë. Pa fajin tonë kanë herë.
Po. Qëllojnë do dasma që Po që është problem. Mi ka përdore, Po, o amon problem si ka thonë ajo çuçlla. Fatmire Beshana e një orë ndasëm me orë makarona. Po. Dhe më thonë, ka, jo shumë shpesh po ndodh, besom që pi me deri te Imrami na rrok një varsikleti E vujmë. Po, e vujmë po, po. Do të thonë mendoj që kjo është ai qelsi sepse në momentin që ti ja arrit se dasmori s'ka faj. Ja. Po ka faj e që orë ndasëm edhe në momentin që na nuk arrisim me nxirr pi kur gjofit diçka, je shku kat. Aty është mjeshtria. Po unë shpesh e them mos Ja, unë e kam vjen fikë më dopt në botë. Po. Mos vjen siklet se vjen për shembull ndoneja normal, diku është atmosfera më e zvet, kuptohet. Tash mbarret edhe pe moshës aty. Si të shen fillim e kap një farë pse pas kanë ul vjetit shumë përpara, a din se një me ankohen. Me çdo detaj. Edhe mirët me do detaj i them kanë njerë lëshote poshtë, a din të bëjmë na punën tonë. Problemi është kur je detajist edhe Po. kur ki përgjithësi shumë të madhe dhe Çaja. edhe ndërgjegje ndaj asaj darsme. Afrim, i ki pyetje. Tash më të dy lavdu një tjetër tash unë mos e vesh jemi hin këtë temë në po duam ja u bë katërve kanë pyetje. A me bo me shart, a me shku si pas radhitis? Si ti që shdush? Ti s'ki nevojë me shart. Shë për shembull prej Arlinit. A kishe shku me një këngëtar tjetër? Kur një jetë. Edhe me ro numri darsma, në 2 darsma, kur një jetë. Edhe mu koni lirë. Edhe kur jam i lirë, edhe në Afrimi nuk kemi darsëm, me më thirën nuk shkoj. Pse? Po, pa u konë pjesë e grupit tonë nuk mund është me ditë pse. Du është marrë me neve në grup, me pa pse. Komoditetin edhe qëtësin që e gjonë në grupë toni nuk gjinë të kërkun. S'fë dhe më marrë Afrimi me muzikë? Në regullo, bëjmë zgjidhe të tërka, më bënë Afrimi zgjidhe të tërka, mos më marrë dhe me muzikë, unë e këma bëtë gjonë Afrimi një zgjidhe. Afrim? Oshtë i gjonë, Ndasë i kemi bërë oshtë i gjonë. ata 2-3. Mirë. Ata mund me anisë shkollës për fillimi. Jola, na gjetë për imani qëtësi shpirtënore, sa që me shku me dikon tjetër, ki muni shumë keq pëse ki shku, nuk është parja gjithë shka. Na për pare kretë punojmë. Pa. Po qa që jemi të lidhën si familje, kështu e, ka njerë, Afrimi tha kena mos marveshje, nuk është mos marveshje, diskutojmë, kur dalim bine e realizohet. Po, po, Po qashtu, po. kur mos marveshje s'kemi, për lami kur s'ndodh me pas të na, kur heq. Edhe nëse është ketë për çështjet punës, nëse diskutojmë një sen tavolinë, është ketë për punë. Amo nuk mund është me shku me dikon Po tjetër. desa edhe kur i diskuton senet, si lën tabu, zgjidhen. Si me tu im shepe tu, mos i ato vi shkojnë tu rrit. Të rritë. Folim, i tregojmë në një tjetër. Po. Po dhe ose në Aljazonin, ose që kjo... Se unë nuk bo pyetje juve. Ma falë, Tjetër ma bune. tu më falë. Ma tjetër ma bune mu. Ma tjetër, mirë shumë. Okej? Sa, për të pyetje tjera atje, a? Valdet. Pëti pyetje tjera atë. O ti. O avokat. Cila është këngëtarja më e mirë në Kosovë? Këngëtarja? Po. Këngëtarja, më kënë zonë gurë, O shtash. do është unë po gjeq, po haj. Që ja lidë, Jo, po bëjë. Dhe të Arlinën, Po ty të pyjtë. ty të pyta. kush me thonë, ka shumë këngëtare. Për Po që moment, zela, thuj be hajtë. po, Kosovë, jo, e keni kujtë. Jo, Kosovë jemi, Kosovë përmendi, nuk shtam ato në trojeve. Jo, me anashkalu, në zmi e pakaru shumë tash edhe pse. Mirë, ato që kanë ndorë jetë edhe kanë lënë këtë punë në rregull. Po. Momentalisht cila është këngëtarja më e mirë në Kosovë? Në jam në Arlinë, zë tipi më... A, unë nuk di. Ti ma pa pa. Ka shumë, ka shtë... Po në fundit edhe kemi bashkëpunuar edhe me Yll Kakuqin, kemi bashkëpunuar me tjerë. Po le bashkëpunime të burë cila është? Menimi jotë. Menimi jam, Menimi s'pe di. jot. E tha me dime, në gjmije pagarush, ati Afrim Budash në fillim e cek pyetjen nga të E ka thonë, ata Afrim. që- Okej. Mirë. Ta shmirët me s'kemi, s'mirët me konkret. Po më vjen mend për momentin. Ka shumë. A në mirë, a kryva, po, bravo. A konë kush është sintashi më e mirë në Kosovë? Që për dallim prej Valdetit, që nuk kisha mujtë me veçu dikon se ka shumë zhanre, shumë lloje, shumë stile, secili personalitet. Për mendimin tem, për karrierën tem, që shumë në më zhvilluar në këtë profesionin e muzikës, individualisht sa kam punu me këtë punë, kom pas në profesorin shpe vllahun tem.
Edhe tash... Bravo, e doni një o zamë, ma i mirë në botë është. U kryu, bëse, qatë forsh ma tepër vështë Po, që për prish. që prish, për e doni s'ki nevojë. E doni është... Për e doni Ramadanin, e dim gjithë. Kur që lividan Daria që... beton e lamë, se me livdu halkin. Mund është edhe një pyetje tjetër. Po. Se shkurt. T'ja bona sena, hajde bënja këtina tash. Ndroj, që t'ja pyetje? Cila është aktorja me mirë në Kosovë? Ka shumë zhanre, tash... Të muzikës popullore, aktuale, që janë në skenën Kosovë. Qëre, une muzikën së pare nuk është sigar, kush është ma i mire, se nuk është maraton, kush përva pa ma shpejt, se cilë e ka stilin, e ka ta shien, Arlindet ja kona ndoshta ka kollën këtina fontën, është është e shije. Ti je diplomat, po mirë, që pe anashkalloj Mërinën, se e ki bashkëshorte... A mire e ki, po që e ka pas në të shpija. Palë se për një moment harrova që të pas në të shpija. Po ti mas ja nise me shpi edhe unë ta letova. Unë mas ja nise me shpi ta letova edhe unë pita ma primit bën një pyetjen tjetër që mos del pi shpi, sa më kupton. Na ka met. Madoni, me cilin nga këto kështë bo muzikë mas me? Asnjoni. Ti s'ka litë në kështë në profesionin, ha? Se di nuk e kam menu, po nuk e besoj që kësha bo edhe une që kësha vazhdu me si unë bo vite. Edhe nuk e menoj që ki me lonë të muzikën, unë Unë besoj akum një? e me vazhdu. Unë besoj akum Kështu fillu? që adine pa... Edhe ja 30 vjetë, që të salate mas në që ka thonë e nalë. Po, po qështë du të me full. A guxoj me full. Po, Mos po. t'i shkon afrimi me Adioni kështë na dash me punu, se është Me djalin. Adion Muqiqo djali... ajo ma i miri. Ma e mirë kur të bëhet, se ma e mirë. Jo, si djali njerë thash, po si Djali, kupton ajo. Ja, diqysh se nuk e kam menu, apo kupton, nuk e di me kënë kisha mujt me... Alindi tha ma herët shumë mirë, jemi shumë komod, edhe s'kishim pas qep me pas ndryshime për një kohë, apo kupton. Tash edhe na normal, si futballerat shkojmë të asi edhe ka dale gradualisht, por që zotit jemi në fazë shumë të mirë, edhe me vullnet ekstrem të mirë, dhe me thonë me disponim, unë shumë vite në që Europë, disponim më të mirë, dhe me thonë, kur të qona nisna për muzikë, nisna 100% pozitive dhe i lumëtën. Adin, diçka, unë po foli personalisht. Edhe është tani mirë kur të nisësh pe shpisë i gëzushëm, se reflekton të krejt, të shoqënia, të njerëzit. Edhe... Për shembull, më falë, Valen. Madhështia e një moderatore dhe një njëri që ka emision, këtë rast që jeti këtu, është kjo. Do më thonë e fillu me një lloj loje, mirë po të betohem publikisht para ketëve që nuk e kemi diskutu ma asë njëri tjetër. Kur? Pra, ju që përna shikoni, që është dënin e merne, që kjo është realiteti, pa dasht me jabo rafsh asë njëni tjetrit, që kjo është realiteti jonë. Suksesi jonë është kë, sepse jemi të përkushtuar 100% këtë punë, e thash edhe pak ma herët dhe përsëris prapë. Kjo vlen sidomos për ju gjenerata që jeni në ardhje dhe doni me bo këtë punë. Kur ta beson dikush një event familjar është sani më i shajt, shtenën i në kry. Ta jem të potencu në gjitha intervistat që unë i kam. Letë më merë kush dënë atë pozitivën, kush më zdënë shoni sa të dëni. Mirë po me alë me pantollat shkym dasëm, me shku me mëntu instrumentet të i dasmori, mos me shku me kon dasëm, mos me kon i kulturum, me moral, me karakter, me profesionalizëm, bin ma mirë zëdhe një profesion tjetër, shkoni për në një sharazhi, a me shati, a në minirë, sepse kjo është sport i ranë. Qatë sa është i mirë, është sport i ranë, sepse kënaqësia me mua dhe jemi është kur unë nuk kam nevoj me këthy kryt mrapa. Unë nuk kam nevoj me menu, kanë ka me këshyr, aj kë apo kë. Po janë të gjithë 101% në punë, mas punës se cilë e ka punën e vetë. Mirë po unë po thomë, kjo është madhështia edhe jotja që e nëzorën e sen, bio ta mund qiltët pastër si loti, na jemi këta. Kush na dën, kush na dën, jena në rregull. Gjithmonë e kom luftu edhe luftoj prapë që ta. Qashtu të? Që nuk du skenar. Absolutisht. Nuk du skenar. Hy në emision, hy pa pik skenari, që e du skenarin po e bëjmë vetë mrenda për mrenda natës. Edhe kjo ndodhi gjithçka, dhe me thonë nuk është e planifikume, është gjithçkafja e momentit, e rastit, e cila vjen edhe vjen në mënyrën më spontane të mundshëm, po e tregojmë një realitet i cili është. Absolutisht. Thashti, po më intereson diçka. A mundesh mi vrejt
të katërt të ekipit, kur vjen dikush i pa dëshirum, a i vren mimikat e tëne, ose ftyrën e tëne, nëse në faktikisht e din që edhe me ty raportet nuk janë të mira, po erdhë që aty se dhëtë me ja jep mikrofonin, ose dhëtë me qenë pjesë që asaj do. Definitivisht, ndoshta, po thëmë, unë i kom parapri këtyne... Valoni vish po përnu. Këtyne situatave, sepse e kam një prirje të lindun, pa dasht me... Edhe sytë mrapa i ka. Nuk më kalon kërgjë. Definitivisht së më kalon asë njësan. Edhe e kam një aftësi që më ka fali lumë i zot, jo që unë e kam mësu nështë, apo e kam me të lindun që i menazhoj shpejt situatat momentale. Do më thonë shok kur kë i lunë qerja, tjetër në këtë jetën, sepse jemi me vite, faktikisht, s'po thonë 50 është, ndoshta 60% me këta, 40% me familje. Edhe tash momentin kur ti se kupton qatë sen, është në rregull se ka shumë raste për shembull që s'duhen me pa dikon, në atë kuptimin, jo me pa, po nuk don me përcjell. Po tash me zetat momenti se të kesh edhe ai shikoj se momenti, hajde më shih në sy të kaloj. Ama dhe na e dim kur duhet. Kur duhet, a din. Që s'bën me kur prish. duhet, e kuptojnë. Kjo është ajo madhështia sepse shumë lehtë është me prishni, sepse ai dasmori nuk e kupton. Për shembull, pa i thotë po du me marr XY-n. Lapin afrimin. Lapin. Edhe tash, ai nuk e kupton që ndoshta nuk janë të interesuar me përcjell. Me përcjell. Apo ne çka dush tjetër e prish sepse ai pi dëshirës të madhe, në moment është ajo është atmosferë, është qindrat e sekondës mbytyje për mo prish, nuk e lam ato. Është ekstremi tjetër. Ja thirr për shkakun dasmori, mu me grup, edhe ne këngëtare me grup vetë. Edhe tash vjen thotë, çorën e kumenu, po duhet me kënu bashk. Jo nësi të keshtë, mu ke bravo, po me cilën orkestër? Se ti ke thirr dy, s'di unë ajo, merr në verse ty, më ndisha qa bane jo? Dhe më thonë që shtot përgjezet. Kështë që ka momente ku bashkaresht e kemi që atë aftësi që i menaxhojmë shpejt situatat, sepse letë është me prish. Po edhe përvoja... Ti ke thirr jo dhe jena në rregull. Po nuk ndodh. Përveç kësaj, Lev na kësha dosh më inkuadru se dhe për afrimin pak me folë, se hala se kena livdu i Jarderani. Po. Dhe këtë çështën që po thup njerëz pa dëshirueshëm është interesant se afrimi unë kom punu, sa ko me ta ka pak. Nështë i në atë aspektin pa dëshirueshëm, po është të parë me avequ shumë që nëse dikush del publikisht folë keq për afrimin, është shumë evidente që kur nuk ka dalë me folë për dikon keq. Ajo është veçuria e mirë. Nëse dikush të don këto, kur nuk ja kthen me atë mëndin të njëjtë. Është shumë veçuria e mirë edhe këse njerëz pa dëshirueshëm të afrimin s'kum po. Okej. Edhe një sen tjetër e ka. Po. Për shembull mi thonë afrimit, Valoni është klenetist më i mirë se Arlindi. Nëse është prima. Po. Afrimi thot po është, po për mu nuk është. Për po. Dhe me thonë, kur asë një antar të grupit, Afrimi s'ka ndodhë me e qitë poshtë. Për Afrimin gjithë e konë ma i miri. Edhe nëse si e, për Afrimin e ma i miri. I ka mbrojt gjithë antar të grupit para krejtve. Respekt se cilit, po absolutisht momenti kur unë mënona me shkel, kushtimisht, po thomë, njerit temen, atëherë unë dali lik edhe në opinion. Po. Shumë. Jo pak po shumë dalin. Se cili njeri e bën edhe e mbron ato që është të punu me to. A i mund të me qenë 3 herë më i mirë, ndoshta në disa aspekte, se cili për këty në këto. Mirë, po për mu nuk është. Riza Dolaku i ndjeru kënë shumë muzicient i mirë, i madhë, edhe ka pas komponime tjerë zakonshme, e unë e dola i parë i thash, Pasariz, të përkullem përjetësisht për këtë vepër që e ke bo. Është fantastike, po nuk është bra për mu. S'po me gjithë vetën. Nëherë mu e nusën folë një vjetë. Po më në një muj. Po mas janë një muj e më kabe për qohë dhatë, bravo të kofti për konë shumë i ri. Dhe më thonë, është mirë që ti e shmon dikon. Mirë, po nuk më flenë si kë. Jenë në regull. Apo sjaj. Edhe kry. Dhe më thonë, ka të veçantë. Kur përmendet fjale a muzicientëve që unë për shembull i shmoj, qiftin e donë në Ramadanit, që është aset kombëtarjeve që Kosovës, është absolutisht muzicienti që rrallë linë të rojës shqiptare. Më nash të dhënohet agone që ka vla, nash profesor Valton Beqiri që kam respekter zakonshëm, nash cili do të qoftë për muzicientëve tjerë ku është me bo 2 agona, 2 edona. Do më thonë, unë e thëmë, mirë po, për mu, në aspektin që unë e bëj punën, për mu është agoni. Për shtatët. A kur vje puna të veprat,
te krimtaria, te truni që ja ka fali madhe Zot edhe ka perfekcionu, është një edon, edhe jena në rregull. Kush përshtatet mas shumë ty për ata? Mas I qitë në siklet këta, kush përshtatet ty? Prej kolegëve, kështu që... Unë Te e din që unë flas drejt. Po, shumë. Jam nashta pit vetmeve, Edhe I shumë I hapën edhe I drejt për drejt këta që e di. nuk di me cilin apo me cilin nuk kom bo. Po, po. Do më thonë, prej fillimit karierës, do më thonë, e kuptoj Motrat Mustafa. Pastaj, ketë këto grupet e repet që në atë ko, GT, MC Beka, DJ Cimen atë ko, do më thonë edhe këtyne që në daman, që s'kan pas lidhe me muzikë popullore, besomni që asë njerë nuk e këmë thonë ja, për pas atyne që nuk, definitivisht nuk kanë ditë kur gjëhesh. Do më thonë, bashkëpunimet e kam me thuj se 95% e stradës Kosovës do një Shqipni, edhe ku do që ka Shqiptar. Edhe kur në jetën e jetës tem, e kom kry punën tem, nuk kom ditë me gjelozu pëse është maj mirë. Po e kom gjelozu me mujtë me punë aty, po definitivisht, kur kom dalë në skenë, aty se njef kërkan. A kështë në përgjësi, në përshtatën gjithë, kom pas bashkëpunime për shumë të tjerë zakonshme që ka qenë për mu ndër bashkëpunime me Djernis me të pejen. Po. Bashkëpunime me Ramadan Krasnishin për shumë. Po. Pavarësisht është këngëtar I jashtëzakonshëm. Për të zënë jetishin që nuk diskutohet, Ismet Bugujevsin e nder, pastaj Sinan Llazaliun, Lavinot Tahirin, Dafina Zeshirin, Tridoksat në Shqipni, Van Gjuzin, Artiola Toskën, Astriot Tushën e tjep, e plët, nëse të më shishë. Me fira që kjo me kohën. Po, me fira. Po. Do më thonë është një Ajdin, tu I përmend emrat, po I të përmend absolutisht. Me fështira, do më thonë me ecë me kohën, që ajo është... Po. Do më thonë edhe kantare, edhe kantar tri. Edhe ashtë ma te për këj për të që tash a lonë fillimet ka Se e kom njës, definitivisht. Do thonë me Ylli Bakën në kongë t'jugut, pastaj me Alberia Dërgjonaj, Greta Koshin, tash për momentin nështë asum kujto, edhe pjesës folklorike. Do më thonë, nuk kemi donë asë një zbrastin të ata që neve në dojnë. Definitivisht, plot potporijat pa numër, tha, me se cilin. Absolutisht, publikisht për thomë, nesër e dalën e të më demantojnë, na nuk jemi të folë asë në honë, asë në mars, në emision tonën jemi. Asë të këngëtar një jetën e jetës tam, si këm tonë të zbanë me kënu. Kur ka ditë. Kur ka ditë. Se cili si vjenë edhe të dhune pëdalë. Urdhënë, s'ka problem. Po. Kështu që ajo është, po më nëjë që ajo është shumë e mirë, sepse momenti kur bësh egoist edhe kjo punë ka fundin e vetë. Fakt. Definitivisht vjen një moment që është fundi edhe jemi në rregull. Po du juve të katërve, ama bukur, a me zemër plot I bëni këngët e afrimit, fatushin, dadushin e këto, apo tjerat këngë? Ta është I kështu të sinqert me qenë. Do më thonë, që kjo ke pyetje mirë. Do me thonë, dhe që ta s'bona kur qo që tash. Mas shumë t'i kuptohet, nënë sa pi kësha bo në gjdo nej krejt këngë të afrimit. Edhe pësa afrimi jo krejt. I kënon këngë të veta, po. Qa shumë këngë që Ka këngë dhe më thonë që se ka kënu edhe I ka haru tekstet krejt. Po. Edhe janë këngë, lab janë këngë super të mira, që dalin shumë mirë me orkestër. Edhe mundët afrimi me performu shumë mirë prapë. Ju pritën da këngëve. Shpesh, dhe më thonë se cili ja bojmë qëre kjo kënga, e kom gjithë ta këngë viteve 92, 93. Po, e kemi këthy prapë. Një kohë jo, që 4-5 vjetë, veqemi të ujë, këti kemi këthy në përnaja. Dikun 50% këngëve, veqen... Okej, dhe më thonë, e kuptova këtë pytje, ma jepe përgjigjen, po tash, po du ju të katërt, hajde një sfid tash një ma afrimi, se afrimi ju shti një sfid juve. Refrenin, ju keni së cilit për këngëve të afrimit, me ja përmend këngën, kë ka me këndu vishë refrenin. Ja përmend... Vish me ja përmend këngën, përmend ja këngën edhe kë refrenin. Muzikari. Një jetë të tërbëshkoj, e unë këndoj për tjerë, a thunë do njëherë do këndoj, për shpirtin tim të mjerë. Ku ta gjej? Ku ta gjej një majë si ty. Gjojnë mosh. Mos të pift. E mos të piftra, kia kuqe. Ko nga gonit është kjo. Po. Ti mo I bash për dres.
Po tash më ndoshta që të kong, po mujt me gjetë lam na i kong që e ka harru, na i tekst. Ty e lip tekste që ke arru. Me një mbrami kemi qenë me Afrimin, ja kërkojnë Po, e një vërtet. musafir në kong. Më kujtu ta ashtu, sa sës po më kujtohet që e kong. Edhe Afrimi, pyet ke kujtosh kjo kong se pas ani kur. Dhe ku Afrimi, jo, është konga jo. Afrimi pe YouTube-ës. Që shokon, more. Nëse po ishte interesant, Nuk mundem të... Jo. Nuk e di që ndolli tash, nuk e di. Definitivisht nuk e di. S'po bjen ndërmend ty në një këngë? hajde ta ime gjema thera. Pa e bënëm jashtë, atë në borë, bëjmë ma petë. Tash ma ka dole pak se këtu ma nxehtë. Jashtë të gotë që se ftoftë, me prim ma shpejt. Do ta shes unë dhe orën, hajde shiko jep ma dorën, do ta shes unë edhe shpin, por rimrana, se u bo pak ma nxehtë se jashtë të konë bakën e mirë. U shkrim. Ka ndonjë këngë që kishe dash me shlypje arkivës tënde? Ka, Që thush pse kom bo qëta? ka dhe. Pse ndoshta edhe dy, a ka edhe prej atyve këngëve, pse e pa ndoshta edhe mundësin që ta apri me bo? Po, definitivisht po. Do më thonë se na gjithmonë kemi folë që konga është e mirë, kjo konga është realizume perfekt, kjo konga ka bo filon kompozitori, filon tekst shkruesi, aranjmonin kë, aj, mirë po në fonotekën time ka edhe disa kongë të cilat me pasu në mundësi teknike, i kësha shduk për i fasës dhejot. Kanë që janë kongë kohës që janë bo, ndoshta unë e kom bo me një lloj ngutije, duke mos e mendu që ato kanë me met në një shëret e cilin me kalimin e viteve nuk mundet me u shly, mirë po jashtë që kanë met, po është e pamundshme që të hiqen pe repertorit tim. Ka ndodhë, do pëthonë, unë jemi si qertë ka ndodhë. Ka. Po me pas mundësi i kësha shduk. Apo ka shumë këngë, për shembull, që priton, i din, Po, definitivisht. po priton disa këngë veta priton me. Insistimi për shembull i Dafinës ka qenë i zakonshëm për atë këngë, që unë për veti kem shku bashkë me Valonën në studio kur e kam kënu, më ka dash me shkru tekstin se e kisha harru. Aprem, Që është gabim. po, shumë gabim i madh, unë po them mirë që ato e riktheve. Po sa këngë të janë tuja, të ndoshta që sot po e kërkojnë gjeneratat e reja për mi rikthy një thesar të asaj kohe. Definitivisht. Kështu që duhesh patjetër me mendu. Nuk e di, a kom thonë të teja, ku kom thonë dikon një për emisione, nuk e di, kom thonë edhe për thëmë prap. Për mu, është pasuni e jashtë zakonshme në karierën time. Do më thonë me ta shpërbly një publik, një kongë e cila është bo para 30 vjetëve, e 35 e ndoshta 40. Me u rikëthy prapë më ka bind që pas ka pas vlera për asoj kohë. Do më thonë, ajo të bind që ti ke lonë dishka. Ato bojnë bashkë normalisht kompozitori, Indiri Zikrasniqi që ka shru Perla, e tjera, mirë po, a përshet që ka mundësi sendet e mira të shpërblen publiku, pa marësirë se jo në ta cilët në atë kohë nuk ka qenë të lindu në fare. Po. Mirë po ka nalën këtë jetë, edhe faktikisht kanë gjërmu dhe kanë gjetë dishka. Është fantastike. Ajo më ka bo që e tha Valonit pak meret, kthehemi pak, t'ju him kada çdo fund vit ka pak t'u prek do arhivave, do kongëve që me të vërtet javlen edhe, kështu që ajo është pasuni për neve, definitivisht. Mu më vjen mirë që, në fakt, vitin e kalum, sidomos e pate një realizim, dhe me thonë, shumë kongëve tuja të kompletume, dhe me thonë që e bune që na sjelle për ata cilët fakt të ka ndosh kongën tonde. Po, një koncert, kur këna me pa një koncert Afrimi Muqiqit? Për shkak që duhet me pas edhe Afrimi një koncert. Unë po shpresoj që vitin arshëm të bëjnë... Vitin arshëm, që të vetë Ja, do më thonë, Për vjetorit. dikun për shkak për vjetorit të 40, Okej, kur është për vjetorit 40? po shpresoj vitin 2027, Okej. me bo dishka, mirë po ja kam qisë vetës një prioritet edhe për thëmë publikisht që nuk e bojë pa profesore edhe në Ramadan. Okej. Për thëmë publikisht. E di që është shumë i zonën, po e di që e doni është absolutisht ato që thash pak ma herët është mas pari nderë për mu, edhe menoj për gjithë kulturën shqiptare që e doni tjetë pjesë ati projekti, normalisht djemë të grupit jenë pa diskutu shumë, mirë po do të punojmë jashtëzakonisht shumë, në mënyrë që ta shpërblim këtë publik për 4 dekada se më të vërtet janë shumë. I pam, dhe më thonë, të këviti ri, ju knaqem, dhe më thonë edhe të këviti ri të knaqat qëndrori që e patën me Dugagjinin, i pate miqtu,
A ka miq tjerë që kena me pa në koncert? Po, do të ketë plot, sa përket atij programi së bashku me Valonën dhe Djemdi kemi thirrë edhe shumë kolegë dhe kolegë tjera, të cilët me arsyet e tyre nuk kanë ardhur. Unë e falenderoj edhe publikisht edhe Besir Aliun, edhe Afrem Aliun, Dëmis ton. Kështu edhe unë po du një zemër aty me dyve se për shkak se Vojsava Aliut, edhe Benik Prezrenit. Edhe unë kam një nostalgji shumë të madhe për ato këngë për para hajde apri me klarinet. Absolutisht, do më thonë janë njerëz që na kanë nderuar shumë, edhe faktikisht kemi kalu një natë jashtëzakonshme, me ata jemi miq, do më thonë me vite që ku edhe takome edhe në përdasma ndryshme. Janë ndjem punëtorë, në stallarë të mirë edhe nuk ka problem. Kështu që do të ketë sigurisht që do të ketë edhe mysafir, do të bëhet jam i thari asaj që ta bëj një koncert pak më ndryshe se të tjerët, definitivisht. Performanca do të jetë absolutisht 101% live, edhe mendoj që publiku që neve na ka përcjell gjatë këtyre viteve për 4 dekada të jap një shtytje që të vazhdojmë edhe për një 4 dekada të tjera edhe ta përfundojmë këtë punë. A të ka marrë malli për ato koncertet e asaj kohë ku hipshit në autobus dhe shkojshit për një vend tjetër? Mësë më të rajt, koincidencë, para 2 ditë dhe ma shoj një mik për Austrisë, një koncert që këm pa në Gjahov, hot sporteve. Urën qedha, dhe më thonë, plëtë për plëtë, bilem për apavi, ishin konë do shkrujnë atë qirilis të asaj kohë, zisa shrujke se kom arru, keni ndjeni jashtëzakonshme. Koha atyre koncerteve normal që është nostalgji për neve, po përfundimisht ka përfundu. E dashtëm se dashtëm, nuk ka si lloj koncertësh. Ka ndryshu, ka është bën evolimi jashtëzakonshëm i këtyre zhanrave të muzikave që ne i bojmë edhe të tjerët që i bojnë, dhe kështu që ka kalu kohë sepse ajo është moment që s'ka marru kur me najt ka 5 javë, 6 javë, me shku me 1000 kilometra në për autobus, të këndu, të bo lloj humor është ndryshëm, është vështirë me u kthy. Unë jam shumë skeptik sepse ka ndryshuar zonat, nuk ka mo që të vinë njerëz edhe tulën edhe të ngojnë. Mundet me konë nëjë përvjetor, nëjë koncert jubilar, apo nëjë event tjetër, për ndryshe këto koncertet që jenë bo për para, mo është problemi këty. është edhe më shumë po realiteti. Valon, e di që shumicën e rasteve dhe më tonë barën më të madhe në kiti. Për shkak që dush më marë me gjithë ata të cilët fakt kërkojnë që me konë yjet bashkë me afrimin në mbrëmjet ndryshme, por edhe të komisaruar që janë më të shejta dasmat, ku në fakt krej gjithë shkapi varet prej teje. Sa është e letë kjo, sa është e vështirë kjo, me qenë, në me thonë, gjatë gjithë kohës edhe me aq ma tepër me pas edhe kogja shumë kërkesa. Unë me shumë qef e bëj. Në me thonë, që kjo seni maj mirë kur bënd shka me qef edhe e kalën shumë ma spritoj me fol me njerëz, mi u të regu gjitha detaj, edhe jem kogja kështu të disciplinum, dhe me thonë, edhe nuk shej pa fort në ku dëmtohet grupi, kuptohet. Pa. Dhe në këtë e kom që aty me nëse nërë kushtën diqka për të kesh. Po me pritu, dhe me thonë nuk pritoj me bëhat punë hish, edhe me shumë qef, se e di që e rujqat për pikmërinë edhe nuk ka njerë se besoj dikuj, me të kalzu drejt. Menoj që hala muj me bo... Ka momente, dhe me thonë, që bo është nervoz. Me t'i kanë edhe thu me jetan telefonat, diqka, po kalën shumë shvejt. Pa. Kalën shumë shvejt. Po besoj që dhe ishta shka shku mirë, edhe në të ardhën a shkën... A ndihesh keq kur në fakt a insiston për data së është e lirë? Nina... Se ardin në qysh ndihesh Nina keq a insiston gjithë po për dofanca. të më pas në data. Po, Nina keq për dofanca shumë. Dhe me thonë, kur tëtë ju ndëgjej non-stop, bojnë qysh mja bo... Adi nuk e bëj dasmë në që ka dikush tëtë pa juve... Jo, që ka për shumë një moment maj frest. Ishte para 3-4 ditëve, për një datë, Pe paguj, tha... Pe dashirës të madhe që dojke më në pas neve, tha, a ka mundësi për vla, tha, veç numrin ati dasmarit, jam në gjenje me ja pagu komplet dasmën, veç më lëshu që datë. Veç qatë datë, e dojke. E tash ati du të me pas kujdes. I thash, këtë jemi në regullën, po të kuptoj faleminderit për këtë që bëjnë për neve. Po veç i nërojnë venat me atë zëtnin atje, qysh do këtë me ta bo ty venatina, u tha Sebastian e në u lekit punë.
tanë mujë shumë mas jeni ofër me bo një bile një orë, po do më thonë që ka njerë është fështirë edhe kjo pjesë e menaxhimit, sepse ki shumë njerëz që nuk i kuptojnë do sande. Ki plot njerëz që ndoshta na kemi shumë miq. Për një datë thirrin 10 vetë. Ta. Jo lëndës, jo Po dhe sezona kuptohet është angarkume, që Që prej 15 koriku dhe me 15 gusht, shumica dojnë mi pasë qatë herë. Po, qatë. E mira jone që punojmë edhe gjatë mujve tjerë, normal, jo, si në sezonë kuptohet. Po, me rëndësi me bo punën me qef, edhe këtë është që ajo. Në fund, të emisionit, dhe me thonë shikust, kanë me pa dhe juve, pa dhe mu, diçka ndryshe. Në fund, na kena me dalë për këtuit, edhe për para vilës qëto, është një zgarë, edhe kena me përgatit pak mish, për qefin tanin. Erdhë vakti me hongër mish. Për qefin tanin, kështu që, unë për thëmë këtu sa jam mrenda, unë nuk knasha, por edhe besoj që të knasësi e kam pasë edhe shikuesit, për shkak që unë e pata një përjetim, sëse që jam një odë, edhe jemi mbledh këtë zbashku se në shpejemi të unajt edhe po e bojmë një muhabet, e ashtë ma tepër, po ndina mirë për shkak që për herën e parë i kam yjet. Po dhe për ne është risi kjo, sepse ne jemi mësuar për emision dhe kemi japim intervistë ko pas kohë, po ju këso lloj intervista gjata, duke diskutu tema ma shumë. Ka qenë risi edhe naltë atje që folëm herët edhe këtu, kështu që ku shumë kënaqësi, faleminderit lart. Edhe e pas nga grup do djemë të mirë në shtash e morra vesh. Që kjo ke e bukur ke. Goni, fantastik. Këshërë që atje më do kësë këna lonu ju e naltë heq, apo? Po më do këtë i këna. Jo, se këna zërëshmarë në këtë komplet. Okej, jash këna mu përshëndet këtë komplet, kur zbrejst, kur dalim të skora, ke ma ndryshe kjo... Jo, ma ndryshe, po shumë ma ndryshe, shumë e qëllume. Unë të thashe dhe pak më herët, mjeshtria e një moderatorit sukseshëm është ajo që e nxjerr pej këtyne njerëzve këto që nuk e din. Sepse jena lomo me pyetje, kur keni filluar të këndoni, cila ka qenë konga e parë, kur keni dalë para skenës. Po që qyre tash Unë po më nëjë që atyne njerëzve që kjo atmosferë ju konvenon më. Spaku është nështë mirë se edhe kemi bo një përvoj, dikush që ka nisë me bend dhe sen, me marrë diçka si inspirim për me mbjetu gjatë. Definitivisht. Qaj e shkonë, Ishala ishala ka mujtë dhe marrë dikush Ishala ka mujtë me marrë, po. Ishala ka mujtë me nxjerr diçka, me thith diçka. Ai që don me thith, diçka të mirë, ordnoni. Po. Qaj që nuk don, shohani sa, do në shkapën. Nuk më toni që njerëz du më mdosht krejt. Se është e pa mundur rran, me thonë mu më dojnë ketë është rran. Definitivisht është rran. Sa e bukur, Dashuria, sa e keqe, gjelozia, sa e ëmbër simpatia, po na presin me unë mish, të shpia. jashtë të shpia. Okej, shkojmë dalim jashtë. Mos hani shumë, hej, se ju trosh. Që vëlla njëri që, prizërën lija. Te ys ka 8 vjetë më punu. Qysh? Hajde, kalzoje këtu. Mos të bëjmë reklam. Që ke vënu? Mire, Hajde. Sa veta, jena 15 ka një që bëmë në del, ta marë. Afrim, hajde tash kallzojmë qështu sa jemi si skola. A ki përzhita e? Po, zë fëndjo, kur e më shpe. Po më nëj, që në familje normalisht që e bëj këtë punë me knaci, edhe është fantastik. Po edhe flija shumë e mirë, po edhe grilli është fantastik. Do më thonë mishi i mirë, usta i mirë me po, edhe e bon. Përzihen o bëna që bapa, valde toga, me skia. Miro. Qa mirë, qëfar mirë o lo. Po ta spjekëm për një sekundë. Po s'pilon më sos. Jo, këtë do në atë mjërën e shpejt. Shpejt në fërtere. Binte shiu moj pika, beso më o baba se i ka, të besova më. Ti se shek, ama. Të besova moj, të besova, gjithë ditën o moj që të fejova. Nuk është dhe zmirë janë me. Jo, Së gjukin, ama që ka? Shukare, po qështu ka. Ka dole se Vjen atë së si me mish. Jo, këto jo. S'ko kanë vegetarian, ko kanë me mish.
Miro. Jo, ja s'far digni. Jo, las njët si ka. Para minon me pununa në kuzhinë dorës, ma mi pika. Çdo ditë helmime, festivalet. Kompani. Misini. Po, që kjo pak e mirë me ju ditë atyre me kuzhinierave. Punë Si të shire mos, kanë. në edhe atyre që punojnë për shembull. Imagino që punojnë 400 vetë ndasëm, Po, e duhet me bo 400 qyfte, Po. 400 pleskavica, 400 vishtë. Tani qyfte s'ka, në pes nuk ka. Marak kiti. A fole pak, ha? Aprem, S'keri kur thot. e përmende e thajtë do më tonë që me familje. Me kolegë, atë ka ra, mu mbledh me në skarë. Po, shumë. Në skarën peshkim, për shembull, kam do shok që shkoj kanë herë. Shkon peshkim? Në një peshkim. Okej. Edhe mandej aty pregaditun peshkun. Atje morën që va pas, peshqes nuk nxojnë, nuk mundën lart. Kanë shumë. Sa nuk e përmendëm la. Po. Aprimi ka, domethënë, shtëpinë që ta shërojmë më shumë Nga tot. indin e parë në Llafashtic. Edhe në aty ka dhënë një programon. Okej, bravo. Kemi edhe prova, edhe nga porosit afrimi. Edhe sauna edhe kret. Përpeq, li, kop, edhe kur shkojmë, njerë bojmë se po, qatojmë, knasëm, edhe ma të Ja nisim punës. Ideja për grupin, Këtë provat e domthon që i bëjmë në për igjizimin. festive, e bëjmë provat tona. ma njerë, në sa në bën hallav, qatojmë, adimja se Ja, të përshëndesim, Edhe në lëmë shpinë ketë që ashtu të lovikur që. edhe i vjen me pastru e sajm. Bravo Lave, pas ke marrë seriozisht. po definitivisht po. Po, këtimi ka unë nuk ka mirë dhe qka. Nuk ka puna mirë dhe qka. Ka parë shpëtimi. Po, dhe po, s'ko ka puna mirë dhe qka. Jo, për mos që më du me ungër? Këtë vetë, a ki mendu ma shumë për me bo klipe, për me bo kongë, për me bo... Hajde. Hajde që ka në furës, në skarë, jonë që baba ka në furë që ka. Po pak ka ndru trendin e punit, ose ku të shme boni, bashkëpunime, edhe që kjo pak e keqa që bash kënd që identifikojnë afrimin, Ama shto. ose do të me luftu na për një këtynë në trend. Normal, për momentin nuk është po atyne. Ka qenë edhe sistem tjetër krejt, po që të mirë ka afrimit normal që ecë edhe me kohën, s'është që s'pat hite, s'pat kanë treja kove të fundit. Shumë bukur. Bukur është doktor. Qyre, do më thonë projekti i radhës do tjetë për festë pavarësisë. Okej. Do ta bëj një kongë me Van Gjuzin, një këngëtar që është jashtëzakonshëm. Ka një kongë vetën që e ka realizuar pak më herët edhe ka një tekst fantastik edhe me kënaqësi e kom pranu. Mendoj që ka me qenë një projekt shumë i mirë. Pastaj do të ketë edhe të tjera, po s'po du me bo publike sepse unë s'kam qef me bo publike pa u kry. Po, pa u kry. Me e rëndësishme është që ka me pas, ne nuk do ndalemi në këtë punë, e thash edhe pak më herët, pe vazhdoj edhe të honë që baba që vetë se e keni nisë, edhe një 4 dekada në kanë metë, baba, edhe ne të këshyrë në shumë. Okej, kur jemi tek pjesa e realizimit kongëve e kësana, emisionin këtu po e përmbyllit dhe më tërë me shikus, edhe njëre për i falenderoj, Afrem, unë e di që si vjetë, dhe më tërë duna me të pas pa tjetër, tek programi i verës. Për shkak se kom tonë që programin e verës e realizojnë Ulqin, tek programi i verës kom ju këty, me kujtu pak nostalgjin e Ulqinit në për vite, sepse ti ke këndu, dhe më tonë me vite tëra në atë Ulqin. 17 vite, ka 60-70 vite. Ma mirë di Ulqinin se Prishtinën. Kështu që për Ulqinin s'po folasim heq se këna Absolutisht, me fola atje. Nana i punës janë shqyqyrë që e kemi Ulqinën, në mendoj që gjithë shqiptarët duhet fokusohen në Ulqin, sepse Bregdeti shqiptar është më i mirë në botë, po është shtet shqiptar, na rrezikon askush. Ndërsa po shkum ne me mbajt Ulqinin gjallë, ata njerëz asimilohen shpejt edhe kështu që unë për Ulqinin e kam gjys jetë. Për fund, a mundesh mi nda të katërt? Do si mi vra. Nuk më i me nda, sepse janë mirë. I inkurajoj që të vazhdojnë të bojnë punë në ashtë që nuk e bërë, edhe normalisht që ndarja nuk vjen në horizont. Okej, unë po dalë në atë pjesa tonë, edhe për ju juve të pesve në tonë. Hani bre, hani. Afrem, të pes për du, ka një mesazh ose ka një përshëndetje ose ka një urim
për secilin prej atyre që fakt janë pjesë e emisionit i Kafe Mlavin edhe kanë qëndru sonte edhe bashkë me neve. Unë veç e përmena pak ma herët punën e originalitetit edhe të vullnetit ndërsa të ëndrave. I kisha inkuraju të rritë, sidomos që kanë fillu me bende, me ekipe. Jo, në ty në zip jo. Penzen, vish penzen, se ngrinë që baba. I kisha inkuraju të rritë, do më thonë, me pas sa ma shumë bende, e jo me bo muzikë vetëm me cinta, të munu me ngushtu. Më shoni ju që punoni veç mekaniset, hej. Po, nuk është do me thonë, nuk jem të e thonë me diska të keqe, po dalin shumë ma mirë, dalin shumë Ma profesional. profesional të publiku. Tinglon ma mirë. Edhe ka je gjatësi shumë ma të madhe, do me thonë nëse je ekip ma i madhë, edhe je shumë original. Kjo kishte me qenë si këshill, do me thonë për Gjeneratat e reja edhe për ata cilët këndojnë veç mekanisen. Okej, dagon. Që unë e kështa thonë një sen, ma shumë vjen për muzikantat, duheni njoni tjetër si më konë familje, mos e shini si kolegë, po shini si pjesë familje, se shumicën e kohës e kaloni ma shumë me ta se me familje. Kështu që, suksese, krejt kolegëve, inshallah një vit i mbarë për gjithë. Absolutisht. Që ka është, se tash për du më angën e qypte në i Të që baba, unë labë për fund, nuk po du me dhonë konotacion tjetër të emisioni, po pe një obligim, me dalë veç pak jashtë emisionit, me një këshill, edhe një thirrje, gjithë kombit tonë shqiptarë. E kom vrejt kove të fundi një trend jashtëzakonshëm të përçarjes së shqiptarëve dhe familjeve mes veti, shkak politika. Lejeni politikën anash, sepse ne jemi vëllezër dhe motra, ne jemi një gjaku, e mos harroni se politika është 4, 8, 10, 12 bjend kofshin, apet se apet, ne kemi me qenë bashkë sepse kam dëgju personalisht që plot njerëz, s'flet vllau me vllaun, nuk flet shoku me shokun, nuk flet baba me djalin, shkak politika. Ju lutem, na jemi shumë më të vlefshëm se politika, edhe mendoj që na ndrojmë politikën e jo politika më na ndron neve. Është absolutisht për mua e papranueshme që dilet me apele diaspora dhe shqiptarët e Kosovës. Jo, unë e kam djalin diasporë, e kam motrat, e kam gjithë familjen, secili shqiptar ka një pjesë të madhe të familjes jashtë Kosovës. Kështu që ju kisha lut mos bëni prej e interesave politike, pas që fat kudo të qeni. Ju rujti i madhi Zot. Labi faleminderit shumë. Faleminderit. Po mendoj që është mikrofoni, po jo kjo është. Faleminderit. Po shpaj kur që se kam fol shumë bukur ta. Jep faleminderit gjithëve që na keni dhuruar. Faleminderit shumë. Ai ju sfiat me vete. Po, tash i nxjerr edhe shkon. Për mi pas skijat rregull, domethënë kë edhe për më ardh për me skiju tamam edhe me skiju vogën, unë sa e bashkë me afrimin, bashkë me yjet, një apel për institucionet. Ju lutna rrugën drejt bogës, merruni me ta, për shkak që është gjyna i Zotit, kjo mrekulli mos me shfrytëzu, domethënë, për shkak se duhet patjetër është një ekonomi jashtëzakonisht e madhe, vjen nëse investohet tek rruga. Kanë investu hotele, villa gjigante në këtë vend, po duhet me investu edhe me mbikëqyr rrugën drejt bogës. Kështu që për gjitha institucionet edhe për komunën e Pejës, zbashku gjithçka, mundovni me bo sa më të mirën për ekonominë e këtij vendi, për këtë vend që duhet. Respekt pafund, faleminderit shumë, u kënaqa që ju pata sonte, inshallah veç për të mira e për gëzime shiri. Shikuesve, ju du pafund, faleminderit shumë, faleminderit Pavinit, faleminderit Prishtina Tiketit, faleminderit Aria Petrol, por edhe Luna Resort që jemi duke realizuar emisionin Një Kafe me Labin. Berat Fatas, Kushtrim, Hajdar, Halem, Flori, Fisi, Ekrem, faleminderit për energjin, për gjithë shkafin që po e realizojmë për mrekullit Zotit bashkë këtë sezon të emisionit Një Kafe me Labin. Ju du pa fund, shikuesve, shihemi javën tjetër. Ciao, tung tung.